Po ti nuk ma le djali. Okej, ta lej unë djali. Po arsyeja që po ikën kush është? Po nuk mundem me jetu këtu. Ja, gjendja jote. Kjo është gjendja jote. Për çfarë më nxjerr fëmin tim me derë më derë? E kam unë e vlatate, jo bardha, e kam unë fëmijë, jo bardha. Më thuaj. O drogaxhi. Qa e mund të po qa kje me mu më gos? Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme, unë live do të kem Darion, për gjithë ata që më kanë ndjekur përpara disa ditëve. Dario nga Burreli ka qenë në 2 episode live me Odetën, i cili ka treguar historinë e tij dhe dhimbjen për të birin e vogël pasi ish partnerja Erisa është larguar. Kur ngeli shtatzon, ajo erdhi u bë shumë problem, që ishte një depresion i jashtëzakonshëm. Të marr një nga Prizreni, një shek kujtim popën, e solla këtu, po futën brenda, nezi ca gjëra ku diun ça nezi këtu, pjesë të magjive që ishin bërë, që ajo i tregonte që tip rënje me dek e lidhur me fjango të kuqe në 4 orë. Bënte kështu, zot subhanallah, grisi tokën sikur ta çaj me kazën. Qa kam parë me këta sy në jetën time nuk kam parë. Unë përfundova në burg dhe më vjen keq sepse shkatrova. Të lidhes me hoxhën dhe si dhunë në familje si që bën media. Por ai kishte një vit që e deklaroi si të humbur dhe të zhdukur ish partnerin me djalin. Erisa Faruku reagoi dhe tregoi të gjitha arsyet pse ishte larguar nga partneri, sepse ai ishte përdorues i lëndëve narkotike, sipas saj, dhe ishte dhunues. Sot Dario kërkon të reagojë dhe mbi gjitha kërkon të jetë në një përballje me ish partneren, por fillimisht për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur, dua të prezantoj një material të shkurtër kur Erisa Faruku ka qenë në live me Odetën dhe më pas do dritaren, pasi ish partneri i saj Dario është duke na pritur. Më ka gënuar me 100 herë Dario. E kisha si frikë, më kishte hyp një frikë, edhe gjendja ime psikologjike ishte shumë e rënduar. Se di, është ignoranta, nuk e di, ai mund të ketë 7 gjuhë, po i ka 7 gjuhë për gjërat këqija. Ai do të bëj dreka darka, ai do të ftoj njerëz të panjohur dhe të njohur, duhet i rish në këmbë. Dhe unë duhet i përkushtohesha vetëm atit. Dhe 3 apizve, nuk guxoja tuaj që shikon, nuk mundem do ta bëj këtë, nuk mundem. Ka lozur me mua me presione, që shikon se ti s'merr fëmijë. Unë tani domethënë kam arritur një stad aq të fuqishëm, nuk e veten fuqishme, saqë mua edhe me qajt nuk më vjen. Unë kur fliça për Dario, kur fliça për vite, isha si e brish, ndoshta kisha edhe nga smumiku, domethënë. Unë kam një merak të madh ndaj fëmisë, ma dëmton psikologjikisht, domethënë fëmijë. Nëse ai do ta takoj djalin, unë dua ta takoj me psikolog, sa ai më dëmton djalin. E dëgjuam Erisën, këtë nënë, e cila ju kundërpërgjigj ish partnerit dhe deklaroi edhe arsyen e largimit me djalin e vogël. Ndërkohë që Dario, ish partneri nga Burreli, kërkon ditën e sotme të jetë sërish këtu në live me Odetën, hap dritarin dhe e përshëndes menjëherë. Dario, përshëndetje. Përshëndetje Odeta. Je irrituar nga reagimi i ish bashortes, po me thënë të drejtën, unë u lumturova kur ajo më telefonoi. Duke ditur që ti s'kishe asnjë kontakt, besoj tani kuptove shumë që ajo jeton në Tiranë me djalin. Po. Faleminderit shumë në radhë të parë nga ty si person, sepse ke marrë iniciativë të madhe, jo vetëm për mua, por për gjithë popullin shqiptar, dhe ti po bën mrekulli për çdo njeri në këtë botë dhe po bën atë që duhet bërë, që se bën gjithkush, e bën vetëm ti. Dhe unë falenderoj për te, falenderoj dhe stafin tuaj, por unë jam i irrituar për pjesën e Erisës që nuk e kam pritur kur, por prap jam i bindur se këto nuk janë fjalët e Erisës. Do kërkoja me gjithë forcën e shpirtit, unë e di që gjithë populli shqiptar kërkon show. Unë nuk jam për show, sepse ky është një pisutim brenda një familje. Si do që të vi puna, historia, ajo është nona e djalit tim. Dhe i bie, në çdo kundërshtim që ajo është fajtore që i kundërshoj unë, apo në një kthim të bisedës apo diçka tjetër, i bie që të kundërshoj nonën e djalit dhe të poshtroj nonën e djalit. Pavarësisht
sa ajo mori guximin më të madh për të dalë për të thënë që ky është një narcisist, që unë nuk mund ta besoj dhe nuk mund ta imagjinoj. Por gjithsesi ja ka bërë vetes. Nuk dua ta merrem, por dua vetëm realitetin. Është muaj Ramazan dhe pasha këtë muaj Ramazan, elhamdulillah prit Mollait Allah, i kam çdo gjë me zemër. Ajo nuk mund thot për mua që falesha 5 vakte çdo ditë, që ai përmend emrin e Allahut dhe hes me emrin e Allahut, jo. Unë jam i Allahut siç edhe ti dhe jemi gjithë njerëzit që na ka dhënë jetë, na ka dhënë menjën për me blu, synin me pa, veshin me një gjuhë, gojën me shiu, zemrën me dashuru e kamët me kërku. Dhe unë duhet vazhdoj nga ky moment ti kundërstoj dhe ti kundërpërgjigjem vetëm realitetit. Nëse ke mundësi ma nxjerrë Erisën dhe ma ballafaqo këtu ta shikoj gjithë populli shqiptar, lutem. Dario, unë do bëj pamundur që ditën e sotme në këtë live të jetë edhe Erisa përballë teje, por dua të flas me ju. Ajo tregoi jetën e saj në versionin e saj. Shumë gjëra ra dakord çfarë ju kishte deklaruar në live me Odetën, por ajo që mua më shqetësoi ishte që ajo të akuzoi se ti e kishe dhunuar dhe ky ishte shkaku i gjithë shkaje. Patjetër, kjo është shumë e vërtetë që thove, mendon ajo dhe po ja lej që po, por më habit vetë fakti. Si ka mundësi ka shumë e pas këmë dhunuar dhe ajo jeton akoma për mrekullit sotit mes Tiranës. Si se pas ke vrarë me hekur në kokë, tha me këte, me atë, si se pas ka vdekur e shkreta. Sepse ti pish me hekur në kokë një terri, më falë për shprehen, apo një kafshe, do të rëzosh në toke, jo njeriu, si që tha ajo, gjithsesi. Ngritje në familje ka gjithkush, nuk po themi asnjë që jemi perfekt, se po të jemi perfekt do ishim atje lart. Nuk jemi perfekt dhe jemi për të gjykuar këtu, jemi thjesht shkalimtar. Por kam pas një ritim dhe një nxitim nga trese me te, pasha Allah unë po të bëj be, ajo ka problemet e saj, nuk du ta shkënjej dhe ta ofendoj për këtë pjesë, sepse është dhurat nga tjetër kush, nga njerëzit e poshtër, apo nga Allah unë nuk e di, subhanallah. Më kujtohet që kam ardhur në shtëpi dhe kam gjetë 2 tepsia prej 2 muajsh në mikrovalv dhe në furr. 2 tepsia në mikromunde, si thoni unë shqip, se unë kam vite që jetoja ne, dhe kam gjetur që unë kam një shtëpi, mashallah Zotit elhamdulillah, nuk du të mburem, me 2000 metra katrore, por me bache, me shatë, me çdo gjë. Dhe kur kam marrë këtu, unë me 3 pastruse në shtëpi, nërkohë që mi kishte nxjerr ajo jashtë, kam gjetë 2 tepsia dhe lviznin krimat nëpër tepsia, unë jam tromaksur të shrash në tokë. Po qa gruje jeti më kur s'mer me hap furrën tante me la një tepsi. Arriti në një gjendje si që tha ajo që isha i stëmur, që unë laja dhe gatuja se pastruset nuk i lete brenda. Jo se si isha burr për mi pranu, se burri është burr dhe unë kam kërkuar gruje, jo burr, se burri jam vetë. Unë kërkoj gruje, jo burr. Burr s'kërkojmë. Dhe tjetra, pas kësaj, arrita unë të laja fëmin 3 muajsh në banjo, më falë për shprehen, ta ndroja që s'kisha larë jetën time, ajo e praktisi dhe iku, dhe unë laja enët pa fund këtu dhe bëja buku sallarëve punëtorëve dhe nërkohë ajo rrinte më falë për shprehen, pa e ofenduar si në një imbaruar stiqa të them. Ajo e deklaroj, Dario, ajo e deklaroj, e tha, unë kam qenë në momentin më të vështira të jetës time dhe nuk prekja do të asgjë me dorë dhe dalë... Por jo nga unë. Por besoj që ti duhet ta kishe mirë kuptuar, Dario, momentin e vështirë. Po e kam mirë kuptuar dhe për këtë të lutem, të kërkoj ndjes, më fal që po më ndërpres. Ti je një princesë e madhe dhe unë kam shumë respekt, pashallahu, ta them me gjithë shpirt. Unë e kam mirë kuptuar dhe për atë që tregoj që erdhi mami nga Franca, mami erdhi këtu dhe hongër e piu me ne në paqe, me vlla, me kunat, me nonë, me të gjithë njerëzit, jo nana më kishte vdek, të gjithë me punëtorë, me gjithë kemi ngrënë të gjithë së bashku, e vërteta është që ajo i lau enët, nëna e saj, e vërteta. Dhe kemi ngrënë të gjithë së bashku 6 ditë me radhë. Dhe ditën e 6, kërkuan të merrnin djalin për Tiranë, nërkohë që unë mora doktor Antrin Tahiri, një mikun tim, që e kam si vlla dhe përshëndesme që më jepet mundësia, është njëri mrekullueshëm, i kam thonë doktor, më gjej të lutem një psikiatër, sepse nusën e kam pa qef, patjetër më tha Dario, do ta gjej dhe ma gjeti. Dhe unë kam thrit taksin, isha me këmbë të thyer, ka ardhur taksia te porta, sa lek do më tha 60. Urdhëro 60, merr ma nusën, merr ma dhe
vjerën, djalin do ta mbaj unë. S'ka punë djali, i thash më këtë kon me Tiranës. Ju shkoni marroni punë, ju dhash numrin e psikiatrës, kanë vajt atje, janë kuruar me që ishin të dhunuar. Pse u ktheve mbrapsht në shtëpinë time, lutem? Pse? Pse në Tiranë kur ti u lirove nga Tmerri, ishe e lirë, Dario ishte në shtëpi. Kur ti ishe në Tiranë, të lutem, pse u ktheve më morin telefon, më thanë, na e thrit taksin vit ta marri që ti më shtëpi. Pse nuk thritë policin, komisariati numër 4-5-3-2, që ju jeni dhunuar dhe sikur që shpëtuar. Unë se nuk ishim dhunuar, ai qova dhe i gjeta doktor, psikiatër, psikolog unë për ta ndihmuar dhe u kthyn në shtëpi përsëri. Dario, ajo ka deklaruar që kisha frikë të denoncoja në polici dhe nëna ishte ajo që më ndihmoi. Por ajo nuk e ka mohuar që ka qenë e dashuruar me ty, po për shkak të dhunës. Unë ti kishe frikë nërkohë që ishe me mua. Kur të erdhi nëna u bëre burrnes. Kur vajte në Tiranë, ishe pa mua që të kishe frikë. Kur vajte në Tiranë, ti ishe në spital te neurologjia që kishim zgjedhur, do me thonë, psikiatrin për të vizituar. Unë isha në shtëpi me këmbë të thyer. Nga cila frikë që ti më merr dhe më thua më ço taksin që ta sjellin në shtëpi. Pse s'more policin, çfarë frikë kishe nga unë? Pastaj ti erdhe në shtëpi dhe bëre denuncimin nga këtu? Jo. S'është as pak, konsideroje vetë si të duash, gjykoje si tjetë më e mira për ty, por nuk ka se si motre dashur. Po të bëj një pyetje të drejtë për drejtë. Ju, gjatë bashkëtesës tuaj, ndoshta në momente të vështira të shëndetit të Erisës dhe momente të dobësie nga ty, e ke ngritur dorën ndaj Erisës, e ke dhunuar, e ke shkruajtur? Dëgjom, unë jam djali sinqert dhe do t'i them me sinqeritet. Atë natë që ajo tregoi që kishim shokun nga Kosova, ne po hanim, po pinim, po kërcenim të gjithë së bashku si familje. Unë pyes ku vajti Erisa se po hanim tavolinë të madhe gjithë së bashku. Shqyqju Zotit, alhamdulillah, kam jetu mirë, kemi qenë rahat, sa ka mungu asnjë gjë. Edhe ajo ka bërë këtu, më fal 1 milioner kokrën e pallës i femine ka bërë ajo në shpitime dhe nëna e saj për 8 muaj ka pas dhomën e saj. Kemi ngrënë, kemi pirë dhe kemi kërcyë në përbaqe, kanë sjellë shoqërinë e tyre dhe unë t'i tregoj të gjitha me video dhe me fakte dhe me prova çdo gjë. Dhe ajo është ngritur pas një lloj sherri, pas një lloj debati, ka vajt në dhomën e gjumit dhe ka pirë ilaçe, s'kishim as lloj ngatrese. Ka pirë një gromull me ilaçe, kur ka marrë unë me vrapë kam gjetë atje. Thash, qa bën më të vratë Zoti? Thash, pse i pive këto më dresh? Ka pa lidhje. Për qa i pive? Ku së të dhunoj? Ku së të tërguroj? Tani, që t'je që bindur ti dhe gjithë populli shqiptar, unë nuk jam as narcist, as kriminal, unë jam shpirt njeriu, në shtëpinë time ka hyrë, ka dalë gjithkusht, ka dalë i kënaqur i respektuar, nuk jam besprem, nuk jam bukshkel. Po të tregoj vetëm diçka, mi pritin që i kam bërë familjes saj, njerëzve të saj, nuk dua ta përdor këtu për inarci, por dua ta them me shumë respekt si ja kam bërë askujt, por ajo ka ca njerëz mrekullueshëm, ka një daj që unë ja njoh, që është zotëri daj, i ka folë Erisës në shpitime, sa i ka bënë let motrën e saj, e vet, për këtë punë. Tani, për çai piu ilaçe pa i dhunur askush. Dhe Erisa nuk ka ikur një herë në 7 ora kur tha dy se më mend, por Erisa ka ikur nga shtëpia ime 17 herë. 17 herë kam dalë të kap rrugëve me makinë. Po kush e du të dhunoj? Unë flija gjumë bashkë me te, dhe ajo vinte te krevati mjes, u qonte ka krevati, më përqafonte në puse, të dua shumë. Shkonte te nona ime te dhoma, na bote një qaj me mjaltë aty, dhe për ta sjellë i thote nonës, na pije qaj, t'ja qoj dhe tonit qaj, kur vite për të sjellë qaj, mu e lete godën tu dhe qante ite. U qoj e nona në kusht Elisa ka ikë. Po nuk ishte një rast. Na mori ftyrën, na degeneroi, na turproi. Dhe për ta ditur saktë, sepse ajo ka patur probleme për nomën e djalit tim, por po flas realitetin, jo keq. Dhe unë do të tregoj vetëm diçka. Pashallah, un famlar, ajo femër nuk do kishte as mac dhe as mi në prehrin e saj. Alhamdulillah, pret mallit Allah s'pari, sepse unë jam rrugën e Zotit, unë ja kam dhuruar dhe kam bërë me djalat femër.
Ajo ka pas shumë gjëra në jetën e saj, që unë i kam marrë vesh mrapa, që po ta kisha ditë unë s'isha marrë ma të lloj rrace kur për jetë, por për qenë sakt, faktor për ta faktuar, se tha jo si droguar për 20 vjet, unë nuk them që se kam pirë, e kam pirë dhe unë si çdo njeri, janë të e pi kryeministra e presidenta, e kam pirë dhe unë, nuk mund them jo, aktualisht nuk e përdor, jam shumë i qetë në hallëtim punëtive, e kam përdorur se kam bredh një jetë nëpër Europë dhe flas 7 gjuhë të huaja. Nuk jam njeri budalla, as narcis si që thon ajo zonja, po jam njeri që kam bredh gjithë dynjan. Tani, mund të deklaroj vetëm diçka, që kur e kam njohur atë zonjë, mendova që do ndryshoj, ajo zonjë më ka detyruar në një farë, së më detyron dot ajo, sepse unë jam burr, siç ta thash, më ka fut disa herë që unë ta blej me lek për t'ia sjellë në shtëpi se s'ka duruar dot. Dalemi pak, dalemi këtu. Më ke dërguar disa video që i kam parë me vëmendje, është në shenjë hakmarrje që ish partnerja disa ditë përpara në live modetën tha që Dario është përdorues i lëndëve narkotike dhe sot ti kërkon të nxirrësh që edhe Erisa ka qenë përdoruese? Unë i kam bërë një pyetje në sy të nënës saj. Erisa, kush ta mësoi këtë? Pasi Erisa, kur ka marrë vesh unë këto ishte tepër vonë, po ti kisha ditë më përpara Erisa s'kishte shanse të jetonte në shtëpinë time me mua. Kur? Se unë kam sedrin tim, vin nga një familje patriotike, nga një familje shumë e rrafë, shumë e mirë, shumë fisnike dhe besnike. Kam pas një baba, një nënë dhe një gjyshe, stërgjyshe, dreqe i birë, subhanallah, që si ka pas njeri. Jam rrit ma të frym dhe ma të frym do vdes. Dario, ju po më tregoni që Erisa ka qenë përdoruese lëndë narkotike pa u njohur me ty. E kam mësuar nga tjetër kush jo nga unë. Do më lejosh ta prezantoj momentin kur ti e ke pyetur Erisën dhe ajo ka pranuar që më bli drogë se dua ta pi? Patjetër që të lejoj. E ndjekim në këto momente. Më vjen shumë tur, por s'kam çfarë bëj, le ta pranoj, sepse do të postroj imazhin tim, fytyrën time, do ta pranoj patjetër që të sparret e vërteta. Mirë, e ndjekim. Patjetër. O Erisa, më lera hapë flejt gjumë të lutëm, qa do? Po mu po m'pihet. Qa të pijet me? Drog. Qa droge me? Drog më. E jo pra, unë du me flejt gjumë. Na këto nazat, jepi edhe mere. Ore gotë, se nuk du me pi ma. Po m'pihet mu. Po të pijet ty shlogje, unë s'du ma, të lutem. Po m'pihet mu. Du me pa familjen, hallet e mija, problemet e mija, unë s'du me pi. M'pihet mu. Shlogje. Po ma gjiti. Ta gjeun? Po. Me të dyrim? O, pse ta kërko trupi ty? Po më po m'pihet. Qa dhu, po unë ta mësova ty? Ja. E ke mësu vetë? Po. Oke. Mirë, s'ke fajli va. Erisa heq unazat dhe të thot shiti dhe më bli drog. Po, unë i them jo. Është e rënda ajo video, se sido që t'jetë ajo është nën, është grua se puna ime. E bën në shenjë hakmarrje këtë gjë? Kush? Ju, e bëni sot në shenjë hakmarrje që ajo ju akuzoi që ju jeni përdorues i lëndëve narkotike dhe ti e pranove që po, unë kam pirë, por nuk jam i vetëm, është dhe Erisa që ka pirë. Unë jam burr dhe burri bë gjitha me thon drejtën. S'jam me ty në këtë parim që burri... Por ka një diçka, unë kam pirë, kam bë që kam bë, kam bredh botën dhe për që thash që flas ta gjutuja, unë kam një rahati dhe një mrekulli me shtëpi, me katandi, me pas 3 pastruese në shtëpi, jam rahat, se si kam punu, çka kam punu, kjo është puna ime. Nuk i kam hyrë haka shtetit as ty as kërkuj, bi fjala, më kupton çfarë do të them. Tani, Erisa Baruku ka jetuar kur unë kam vajt te Shpari, që ka marrë në rrugën, në Gjamllik, ata kanë jetuar në shtëpinë e një invalidi që jetojnë dhe sot mora vesh, nuk e di nëse është e vërtet, po ku kanë jetuar përpara, se janë të pamundshëm, ata nuk kanë pas shtëpi kur s'kan pas shtëpi, janë rrugëve të rjetën. Nëna e saj ishte në burg për 11 vjet e gjysmë në Greqi, 12 vjet, dhe Erisa ka nejt në për njerëzit e saj, nuk di që ku ka nejt puneve. Dole të kish zhvjera. Erisa ishte prekur shumë kur të kishte dëgjuar kur ti akuzove i zhvjerën që ajo të ka gacmuar, le të themi dhe nga ana seksuale. Ajo i mohoi të gjithan, që nëna ime... Ti si mendon që unë një mashkull, 1.90 i gjatë, s'po i rris vlerat vetës pa që jam, 1.90, dhe unë mendoj që të dalë të postroj imazhin apo fytyrën e një që është e postruar normalisht, nuk kam çati postroj më tepër se e tillë është, por nuk dua ta shaj këtu, nuk duhet të hudh virtyte mbi asnjë.
si mendon ti që unë do ta bëja këtë, dalë të them këto fjalë këtu, ti mendon që unë mund ta bëj këtë, nuk e bëj dot. Dhe pse nuk thash diçka tjetër? Pse nuk thash për gocat e gjajs, gocat e dajs që i ka hyje, i ka shumë të bukura. Asnjëna s'më ka shqetësuar, asnjëna s'më ka ngacmuar, i ka vërtet hyje. Dhe unë i falenderoj, i përgëzoj për aq respekt sa më kanë dhënë dhe ju kanë dhënë dhe ato kanë jetë në tyre time. Por e vërteta është që nuk e bëra për urrëtie, por e vërteta është që ajo zonja ka tentuar, por unë nuk bi pre të manovrave të një gruaje që është e praktikuar dhe e stagjinuar në jetën e saj për këto gjëra. I dashur, ti te live me Odetën gjithnjë ke akuzuar ish vjerën se ajo ka qenë shkaku i ndarjes, apo le të themi nuk ka qenë mbështetja më e madhe për vajzën e sëmurë në atë kohë. Nuk ishte shkaku i ndarjes ajo, sepse unë e majta sekret, ja kam tregu vonë Erisës. Më vinte keq, nuk doja t'ja thoja, sepse unë nuk jam kalamos, jeri pa logjik, ja kam tregu vonë. Por unë du të bazohem tek fjalët e Erisës. Unë ty tha Erisa që kam një vit, një baba nuk del në media të kërkoj djalin. Po ku ta kërkoj djalin? Ti the shumë bukur, ai s'ka numër telefoni, s'ka kontakt, s'ka asgjë gjë. Ku ta kërkoj djalin zotria që stia e ka gjalla, ka vdek shumë vlla. Ku ta kërkoj? Tani, për të gjetur fëmin tim, unë po shkoj në gjyq, nesër kam gjyq sa për vjeni dhe na duhet adresa. E kërkon trupi gjykues, e kërkon gjykata. Unë nuk kam adresë. Unë e di atë vendin ku jetojmë dhe unë po të garantoj që nëse ngreheni ju me social, me psikiatër dhe psikolog, të shkoni te shtëpia ku jetojnë ata, ju do të çmendeni. Ata jetojnë në një rrugicë në qitë me Shparin, në Gjamllik, 50 metra më tutje, është një shtëpi private, zotëria i shtëpisë është i paralizuar totalisht dhe nëna e Erisës i shërben atij zotërie, prej kohësh kanë jetuar aty ka 2 vjet, i shërben zotërisë dhe nga ajo që ai nuk jep lek, i mban në shtëpi dhe paguan pjesën, ju jep dhe në 20 euro shpërblen në i pul në gjësa për të ngrënë bukë. Ajo shtëpi e vjetër dhe ata njerëz jetojnë po në atë shtëpi. Dario, më ke dërguar disa video të tjera teksa Erisa është rikthyer te ty. Ti flet me Erisën që pse u riktheve, atë mora unë ty ndërkohë që ajo flet me nënën dhe ti flet me vjerën dhe aty keni një debat. Një debat që duket sikur gjithnjë ke pasur konflikt me nënën e Erisës. Patjetër, sepse ajo ka dashur tjera gjëra dhe unë si kam pranu kur dhe ajo normal që do më sulmoj. Por unë, për të mush mendjen ty dhe gjithë popullit shqiptar, nuk jam këtu për popullin, jam këtu për të zbardhur fytyrën time dhe të vërtetën dhe realitetin. Sepse kjo duhet. Dëgjoj, i themi ne katuna det shtëpi malifet, katuna det shtëpi e trabjet. Unë do maj malifetet dhe trabjetet e mia, jo trabjetet atyre. Dhe unë do flas si malsor për ai sa më takon. Unë, pashallah, unë familjar, po të them dhe një herë, nuk ju kam hake hila atyre njerëzve, por gjithsesi, unë kam një djalë mrekullueshëm që ka bërë ajo non. Nuk dua të hedh virtyten mbi te, por e vërteta është që ata hedhin virtyten mbi mua, mbi të popullin shqiptar. Unë nuk lejoj asnjë përdori gjuhë vulgare me mua, pa i pas hake hile dhe borxhin këtë jetë. Ajo foli shumë keq, por gjithsesi se jam baba i djalit. Edhe sikur ti isha unë një narcisist, ajo s'duhet ta thotë këtë fjalë kur. Ajo i ka bërë një frenim dhe një palë ferrota të fuqishme vetes që të frenoj totalisht me 4 gomat, thyje kokën kur frenoj, që s'ka për të pas më shanse në jetë, as më thot mi mëngjes, as mi mbroma. Unë e kam pas në ndak të mendje, por nuk e kam njohur se kush është, se po ta njihja nuk do ta bëja këtë gjë. Po me që hyra në këtë valle, i mora vesh të gjitha pastaj. Unë po tregoj diçka. Unë po tregoj që kam marrë vesh dhe ma ka pranuar dhe ma ka bukuar për këtë do ta nxjerrësh aty. Përpara se të ma tregosh, jo, ne jemi live dhe gjithçka do dali live. Përpara se të ma tregosh, unë dua në këtë moment të prezantoj një klip të shkurtër, momentin që ti le të themi ke fakte, ke xhiruar momentin që Erisa është kthyer në shtëpi, e ke pyetur dhe sherri që ke me ish vjerën. Kështu që e ndjekim në këtë moment. Të lutem, vetëm një sekond, këtu do e dilja, kam qenë në Tiranë, kisha ca lek në vete shumë. Kam bërë një pazar të madh aty, pa mush kisha një foristrat time, në musha foristratën plot dhe kam thrit me një mesazh që të dali të takoj djalin tek lokali si e ka aty në rrugën e Gjamllikut.
te Paradiso. Kanë dalë aty, jemi ullur, Erisa dhe djali, unë si kam folë fare, asaj kam marrë djalin e kam pus, kam hymë një dyqan, i kam blerë gjëra, qa ka dash djali plot, se ja kam blerë gjithmonë. Dhe ajo mund thot që doj, po jam një baba i përkushtueshëm, unë kam video që të mu shmëndin që u ftes për djalin, për gjithë që për djalin. Unë kam dhe 2 djemë të tjerë me një martes tjetër, se dhe unë se kam nga vetja ndarje në asija, e kam nga njerëzit e likë dhe për te jam i sigurt, se tha nonave tjetëri besojnë që ju kanë bërë magji, po, këtu tek ne ndodhi, me një vezë, apo me një gotë, apo me një qoshe shtëpi, apo, sa unë kam gjetë gjysën e bukër, se kishin fut gozët dhe kam gjetë në dyshek. Pra këto i bë njerëzit e likë, por këta i dënoft Allahu dhe mos pafshin ditë kur dhe mos pafshin arë. Ndalë tek momenti i videos që ke një konflikt me vjerën. Vetëm këtë dua të them, më ka marrë nëna e saj, po kur më ka marrë? Pasi Erisa u nda me mua tek shpari, atje në Tiranë te lokali, u nda me mua, mu të lutem, më merr me vete, unë jam fajtore, jam e postruar, kam bërë gabim, të lutem, të rrugën, nuk kam arrit në burret, dhe ajo më ka torturuar në mesazhe pafund dhe unë s'kam pranuar kurrë. Më në fund, unë shikoja kamerat e shtëpisë, kam 11 kamera 4K të fundit të shtëpia që e zbardh edhe nisën. Dhe më vjen një taksi në orën 10:30 natës te porta. Ai ishte taksiqia i shoku e Erisës, nuk më intereson fare, por unë kam marrë fund dhe ta shoh me këtë, shkoj me këtë dorë. Dhe unë jam çu në këmbë, kam dalë te porta, e jam dhënë poshtë të tri ku ka hap derën ajo. Po ti tu i thash, kush të ftoj? Tha unë erdha me të sjell me pa djalin. Djalin sfagelon ka 7 muaj para këtij rasti. Për ta parë, unë nuk kam dash ty në luftë me ty, son djalin vita marr sonde i thash ty, e djalin e çat du. Por unë nuk mund bëj luftë me djalin. Që nesër pas nesër më thot djali kush është has fëmijë baba. E kupton çfarë do të them? Të nesër në mëngjes, ajo ka ardhur për të jetuar këtu, po si gjithmonë, ajo në mjes thot, mami, sa herë vinte këtu, për 17 herë me radhë ka bërë të njëjtin gjest. Dhe kur ka ardhur këtu, të nesërmen, nëna e saj ka vazhduar telefonata duke sharë dhe duke fyer, sa më ka thonë shumë fjalë banale që si kam regjistruar gjitha aty në bagje. Më foli shumë rënd. Gjithsesi, të lutem shumë, ti mund ta shikosh, mund t'i dëgjosh video, ti kam dërguar, shive dhe atë drurin e shtangu që është votur shtangu. Më lejon t'i prezantoj këtu në live? Patjetër. Ka vetëm vura ndjeni. I ndjekim. Faleminderit. Ku po shkoj Erisa? Ti s'ma le çunin. Jo, ku po shko ti tani? Te mami. Halli, problemi ku është lutem? Unë erdha për me të sjell çunin, du me marr çunin me vete. Në rregull. Unë atë ftova me ardh, jo. Jo. A erdhe vet? Po. Tani unë shoh që ti e pa dhe po ma i djalin. Do t'ja lej. Unë jam shumë aftë se kam dëshmitar. Të lutem, mirë, dakor, se ka prova pra. Unë do t'ja lej shtetit ta zgjidhin këtë punë, ligjvënëse, nuk do merrem fare me ty me momentat, as me dhunë, as me rrafje, as me plagosje, as me therrje. Unë do t'ja lej shtetit, le ta gjykoj shteti. Tani ti sinon, po ikën. Kush është arsyeja që ti e braktis djalin ta që e ke makinë? A e ke djalin makinë? Unë nuk po e braktis. A e ke djalin shtëpi? Ti s'ma le. A u shtëpi robi kjo këtu? Ti nuk ma le. Ore, kjo shtëpia imja që e makinë. A jenë në bërtim këtu, më shpitime. Apo e braktis? Kush po, apo nxjerr njëri nga dera? Jo, nuk po e braktis. Jo një pyetje, apo nxjerr njëri nga dera? Apo, ore, më jep përgjigje tu, apo nxjerr njëri ty? He? Më jep përgjigje, apo nxjerr njëri ty nga këtu? Unë s'po e braktis. Ore, unë apo të nxjerr ty nga shtëpia? Ja? Jo. Po pse po del? Po ti nuk ma le djalin. Okej, ta lej unë djalin. Po arsyeja që po ikën kush është? Po nuk mundem me jetu këtu. Afro pak. Me që ti e në rregull Erisa Farruku, ja, gjendja jote. Kjo është gjendja jote. Thu nuk mundem me i bo punët, ja që ke bo këtu në shtëpi. A je nan, urdhra. A je femër, urdhra. Për që më nëzirë fëmin ti me derë më derë? Ha? Ke pas mundësi ti me bo karamaj. Shqyqër Zotit, ne falja Allahu e bom bashkë, ja? E bom bashkë. Qa kosurës ka djalim banzirës nga pasuri e vetë, e të malesh në shpia me qerat barbonave rrugve. A dukem që budala? Si jam budala. Po kam menduhet që të sohesh, e të kuptosh vetën që po gabimet mlaja. Sepse po e hek djalin nga shpia, nga katandia, nga pasuria e ti që gjithë gjë është ati këtu dhe po më nxjerr rrugve. Po nuk ka lidhje pasuria, po më plas shpirti mu si prind. Unë nuk e dëshiroj fëmin time të më rrisi bardha thashi që se ka si gjo. E kam unë e vlatate, jo bardha, e kam unë fëmi, jo bardha. Apo ja? Kam unë edhe ja, qa e mund? Ti e bërë si lishit. Qa e mund plerë?
Më thuaj. O drogaxhi. Qa e mund të drogaxhi, Po qa ke me mu, më gos? Ti je një drogaxhi, o të kene njëri do të fëmina, e. Po mirë, me mu, po ko fëmima, kene i fëmiti? E kam këtu diskun e gjyqit, mos kesh gale, e ke Po, planuar që e pi drogën e kam për ta pi. Po më duket se kam mohu që e kam pi drogën, po pak dhe nuk pi ma dhe s'du të pi ma. Po kujti thu palacio e shkardhate në gen, kujti a thu këto ti? Mu? Ku t'ja the mu? Po ti e goja jote e fliqe, ku t'po i trekon? Ore se ju që dashur, je duke më rënë qafë disa herë. A ke mundësi me mlonë ratë në hallet mija? Se darë ka bishim rapa, mos kesh marrë. Po, si e trime e madhe ti, po mu më lera në hallet mija në familje time në shpitime të lutem. Desh me shku ke më loku, ke Kush ta hamutin ty me? Kujti thumë hamutin ti, mu? Ty, se ma jem mutin, ty. Ta i mutin unë ty? Po ti të përhash mutin mu. Po qa borgjit ka më që mi thu këto lafe? Qa borgjit ke? Po. Ke shumë borgje. Ma thuje qa borgjit kam. Shumë borgje. Po bra, ma thuje. Shumë, shkone i bandën i atë e bëj. Unë s'ka morë në i bangun. Do të degeneroj, ma e men. Ti më degenero mu, Ma ti e nuk ke men, po se shansë. degenerova. Ti e qa do me djalin tim vetëm këtë sa rrita kuptoj. Djali është imi a joti. Me ty e kam. Si? Djali kujt është? Si? Joti e imi. Djali është i Risës. Po ku e mori Risa djali? Me kë ka bu djalin e Risa? Po plusi e disa sa burra kanë bo kështu ke la moje? Si sa burra kanë bo kalamaj, po nuk jam burra si ato që e marti me to. Unë jam burre, jam malsore, jam burr me zakone. A ti e malsor shkardha, po qa malsor, ku ke dignitet e... Po mirë më s'kam, ti qa halli ke, unë jam shpitime, me familje time. Po qa halli ke ti më, unë jam mashtrus, jam ordiner, jam dhe. Para ca ditës kur folam, the ti nuk ke shanse me pa djale me taku djale. Nuk ke shanse se ti djali nuk e ke pa i herë, nuk e ke blej pa i bëjt. Gabosh pa shakuranin famlar. Erisa, e vërtet është kjo që thot kjo si kam blej unë breke s'ka maj fmin time? Një sekund, ore ti qa halli ke, vetëm flas pak me Erisa. E vërtet që i kam blej dhe i kam prish me ju 11.500 euro? Ku erë në tiran për djallë? Po karroca, ti musha plët më ushime 2-3 herë? Kur ti ke hik nga këtu, në ke dhënë e mundësi kontakti me pa djallin dhe adres shpia? Jo. 7 muaj unë qefe dhe unë s'pas do të fmin time kur e more nga burreli që unë pranova në gjysh me ta dhënë? Fol, po apo jo? Oke, si t'ja blej bregët djalit unë, dhe kur s'kam kontakt dhe as numër telefoni dhe as adres, nërko që nona jote më ka bo blok. Goca jote kur ka ardhë, thu ka ardhë pa fëmijë dhe fëmijën e ka bo me mu. Unë jam prindja sa i fëmijë. ato filma me Sherifa Kinez. Fëmin e man nona. E ma nona kush jeti? Fëmija ka qenë si plumë, e ka majtë ose ti. Por nuk thashe se ke majti, fëmi si ke buj zmet ti, sepse normal si e kaf s'lesh një fëmi të vuje. Tani më thuj qafaj ka mund gocë state që vje këtu palentime, e më hymrena. Ty të rova gjo me arthu me zë një se dashu, të erdha ke dera ke shpje me të morë fëmi? Ja. A erdhe vet me taksi palentime? Po, të lutem, shpjegoj e në state dhe miru pafshim prej me. I dashur Dario, duket që ke një konflikt, vazhdon të kesh një konflikt me ish vjerën, ajo nuk ka reaguar, besoj që të ka ndjekur, sikurse edhe Risa të ndoqi dhe reagoi, por ish vjera për gjitha akuzat që ti ngriti, le të themi nuk ka reaguar. Por dua të bëj një pyetje shumë të sinqertë, edhe unë jam grua dhe unë jam nën. Një nën, pse mos ta doj një dhëndër kur e di që vajzën e ka me probleme dhe jam pa në pollën të dorës siç ti deklaron? Pse do të ishte armik për ty? Sepse e pare punës që po të regojnë me të regu shumë gjëra ti do lush me në shti dhe gjithë popli shqiptar, do hutohesh, do tërbohesh fare po të dëgjosh ato që unë di, por qiste si nuk kam që a themo, vetëm ti të them që nën e bi me një të dashur. Nën e bi me një të dashur. Kaq. Por ta mbyll kapitulli. Ma nxjerrë Risën, ti them, kush ja ka nxjerrë fëmijën e parë nga barku, kush ja ka nxjerrë dytin, kush ja ka nxjerrë tretin, dhe unë e bëra me fëmija tret, pa e ditë se kush është. Kur i kam marrë vesh se mu ishte angel, mu ishte urtë e put, po unë i kam marrë vesh se gjitha,
sa ç'a them, ajo non shkonte bonte plasht I dashur I Risës, ndërkohë që Risa mbante dhe rrinte në shtëpi, ja pranonte nona në dhomë gjumit aty bashkë me nonën, me një burr 56 vjeç, burr I martuar me 3 fëmijë, dhe nona shkonte ulante bonte plasht dhe pranonte 50 euro për ta hëngër bukë nga I dashuri I bijezve. Kurse tjetri, I dashuri I bardhës, një Risa I ka marrë vesh mrapa, të gjitha si kam ditë për kokën e djalit, dhe punonte në rrugët e Tiranës me shokë me njerëz. Zonjën Risa nonë e djalit tim. Kjo është e vërtet. S'po më vjen turp fare, tu vetëm realitetin pashallah. Vetëm realitet. Kur I kam marrë vesh ta kam thonë, o zot ku qenë myt, më vjen keq vetëm për djalin tim. Nuk dua t'i them këto fjalë, po vërtet I meriton për t'i thonë, sepse u tregua një palacio e pa fytyrë, jam ai burr që kam shëtit sa kam dalë 5 herë. E kam shëtit në pika turistike dhe kam harxuar 45 milion për një muaj me te. Le të dalë aty dhe ta mohoj po që burrnesh dhe I kam bërë ditëlindje treka e tërë ka familjes e gjithçka, pashallah dhe këtë muaj Ramazan. Po të betohem në muajin Ramazan. Kjo është e vërtet, pata s'kan fytyrë. I kam thue edhe në lure ku kanë qenë vendet më të bukura këtu prek keca I qingja, e ty ja sjell këtu në shtëpi pafund që unë I kam me video gjitha dhe unë mund I vërtetoj dhe t'i faktoj të gjitha. Jam burr të t'i faktoj të gjitha. Kështu që unë ata njerëz nuk du me I pa më me sy, du t'jetë mirë djali im, du t'më japin djalin. Si t'ma lej gjykata. Unë jam me shtëpi me katandit, djali im ka lindi me rahati të plot, djali im ka shtëpinë e vet, djali im flen në një dhomë gjumi që s'flen as ministra e presidenta, do me thonë si bos, dhe kështu që nuk ka pse të më rrit djali rrugëve të Tiranës, me njerëz budallëjm, me njerëz të pavlerë, me njerëz që nuk kanë fytyrë e gjak e cedër, t'i dalin askujt përpara, parës për veten e tyre. Prandaj, do të lutesh a shumë, të bësh një përpjekje, t'i bëjmë stop këtyre gjërave pasi të sqarohen këto gjëra, e Risën po dush ma fut këtu në ballafaqim, jam burr, t'i them vetëm vërtetën. Të mbëje ben muaj në Ramazan për këto që I them që do flasi realitetin, dhe unë t'i mushmendin që gjithë populli shqiptar të jetë bindës për atë që unë them. Dario, Risa më deklaroi që sot ishte shumë mirë nga shëndeti mendor, jetonte me djalin, ishte e lumtur, djali është mirë me shëndet dhe deri diku ajo e pranoi që çfarë të vendosi gjykata, unë do ta respektoj. Pra që nuk do ta pengoj. Por tha që ai bën dëm fëmijës. Unë I bëj dëm fëmijës, futu në TikTok, shive paktoni albanezin TikTok, shif videot e mia dhe drekat e darkat që shtrojnë në përballë time, shif se si e maj djalin në videot e djalit tim. Ajo djali për atë ka marrë fund, e mban nënë e asaj djali. Kjo është e vërtet. Po ti nuk e pe Risën, vetëm nëse se ke kuptuar. A e pe? A e pe? Në momentin që ai ishte live me Odetën, ishte vetëm me djalin në shtëpi. Nëna e saj nuk ishte. E dëgjova djalin. E dëgjove zërin e tij në sfond. E dëgjova edhe kam qasë e më knaq. Më knaq shpirti. Më vjen keq si. Unë flas drejt, më vjen turp se nuk jam mashkull I tillë, më ka njoft një Europë e tërë. Të dalë të flas këto budallallë që këtu, sepse është nona e djalit. Unë e falenderoj, e respektoj edhe për fyrjet, edhe për fjalët e mira, për çfarë që të thot, sepse ajo është princesa e djalit tim, është më e madhe në botë për djalin tim, kështu që për atë bukë që unë kam ngrënë me të, kam darë shtratin me të, kam darë ushqimin me një pjasë me të, unë e falenderoj dhe përshëndes këtë jetë pafund. Gabime kanë bërë gjithë, inshallah do janë anashkaloj, por unë kam respekt për të se është nëna e djalit, dhe do kem gjithmonë. Unë do mundohem në këto momente për të marrë Risën, gjithnjë me shpresën që ajo mund ta hapi dhe do që të jetë përballë teje, sepse sigurisht është një përballje e vështirë mes dy ish partnerëve që kanë afërsisht një vit që janë ndarë dhe mbi të gjitha që ti nuk ke asnjë kontakt me djalin tënd. Kështu që do tentoj në këto momente. Uroj të më hapi. Na duhet një adresë për nesër, do t'ja marrë, sepse do gjykata të lutem me pe letrën, ta kam dërguar letrën e gjyqit. Por të lutem, na duhet patjetër që ata t'i dërgojnë letër. E qartë, por gjithsesi kemi numrin e telefonit, kështu që mund t'ja dorëzosh gjykatës dhe numrin e telefonit për t'i treguar që kanë kërkuar vetëm adresën, ma tha avukatja sot, dhe ajo ma dha atë, dhe më tha thuaj Odetës që duam adresën, të lutem. Ja, do flasun për Risa, përshëndetje.
Përshëndetje. Nuk e di nëse ke kohë të flasim pak me gjithë Darion I cili të kërkon. Urdhë? Nuk e di nëse ke pak kohë që të flasim. Edhe kam edhe s'kam se po merr me djalin, domethënë sepse duhet ta ushqej, ta pastroj edhe Vetëm 2 minuta. Pak më vonë nuk e gjen asnjë gjë të haj çik më vonë, më nuk ka problem. Dario, ja ku e ke Erisën, më the ke 1 vit që është zhdukur me djalin. Po. 17 herë, jo vetëm ky rast, 17 herë sa ka tentuar, duke më kërkuar falje mira 100 herë për t'u kthyer këtu. Odeta. Më fal Odeta, e kam me ty të lutem Erisa vetëm 1 sekond. Po je burrnesh dhe po e njeh muajin Ramazan, un po betohem që do pranoj gjithçka para muajit Ramazan elhamdulillah, mu betoj që do thuash vërtetën. Tregoj zonjës Odeta, kush ta mësoi drogën ty me çka pi drogën? Un ta mësova apo e kishe mësuar? S'ka fol në njëri për drogën këtu je. Tregoj zonjës Odeta dhe popullit shqiptar, unë të futa në drogë apo të kishin fut shokët e tu në Itali? Tregoj zonjës Odeta, të lutem. Tregoj zonjës Odeta, sa financier nga banku e ty në bona me djalin. Dario, të lutem, ma lër ta menaxhoj unë. Na iku, se pranon vërtetën. Urdhro. Mirë dashur miq, Erisa e mbylli live-in, por ai më dërgoi një mesazh privat ku më shkruajti se nesër do të jetë live me Darion këtu në kanalin tim privat, ora 10. Uroj dhe shpresoj që nesër ish çifti Dario me Erisën të gjejë gjuhën e përbashkët për djalin e tyre të vogël, kështu që mos harroni më ndiqni nesër këtu në YouTube. Dhe ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video, nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 06999555698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Duemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart, mos harroni, mund të abonoheni dhe të klikoni për të qenë pjesë e live-eve të mia. Kështu që faleminderit dhe takohemi nesër.